Radha është tani të sjellim ekskluzivisht një detaj që ka të bëjë pra me një grabitje që kishte ndodhur në vitin 2023, kishte rastisur edhe në atë kohë që kishim diskutuar pikërisht në ditën e ngjarjes kritike në këtë studio me Raman Sulejmanin, kolonel në pension i Policisë së Kosovës. Do të diskutojmë edhe sot me të pas pak, mirë, por para se të shkalojmë tek diskutimi me kolonelin Sulejmanin, do të shpërfaqim pra përmbajtjen e aktakuzës që tashmë prokuroria speciale e ka ngritur në këtë rast të grabitjes, pra ka qenë një grabitje spektakolare në cila ishte përdorur pra edhe armë të gjata edhe kishte pasur shumë të shtëna madje prej aktakuzës. Do të mund të kuptoni se si edhe janë përdorur Kalashnikov nga Bujar Basha në atë rast, pra me cilin e kishte goditur, kishte gjuajtur pra për të shmangur policinë e Kosovës. Në ndërkohë tani është radha që ta shpërfaqim pra përmbajtjen e dispozitivit të aktakuzës dhe disa prej deklaratave të dëshmitarëve, pra viktimave në këtë rast. Regjia le të më shfaq, pra kjo është dispozitivi i parë i aktakuzës ku flet pra për të pandehurit Korab Gashi, Bujar Basha dhe Besati Srefi, të tretë akuzuarit kryesor. Atë thuhet pra se me datë 22/11/2023 në orën 15:45 në qytetin e Suarekës në rrugën Brigada 123, saktësisht në lokalin Argjentaria Dajkos 2, me përdorim të forcës dhe kanosës serioze për të sulmuar jetën apo trupin e personit tjetër, duke vepruar si antar të grupit armatosur, përvetsojnë pasurinë e luajtshme të personave tjerë të dëmtuarve, Tahir Bytyqi dhe Arbet Bytyqi, me qëllim që t'i sjellin vetes dhe antarëve të tjerë të grupit dobi pasurore të kundërligjshme, në atë mënyrë që prej datës 15/11/2023 fillojnë grabitjen për kryerjen e grabitjes, fillojnë përgatitjet pra për kryerjen e grabitjes duke bler automjetet e paregjistruara dhe mjetet e tjera të nevojshme për kryerjen e veprës penale. Kështu një natë përpara të mblidhen në shtëpi, një natë përpara mblidhen në shtëpinë e Bujar Bashës në fshatin Caraleu, komuna e Shtimës. Kjo pra është një pjesa e parë se si kanë filluar përgatitjet për këtë ngjarje të tmerrshme që kishte ndodhur. Më pas pra pjesën tutje të dispozitivit të aktakuzës thuhet se nga aty me automjetin Chevrolet Cruze ngjyrë me targa 0185 NN nisën në drejtim të Suarekës, ku me vete kishin edhe armë dhe me të arritur në afërsitë e Argjentarisë Dajkos 2, pra e pikërisht në rrugën ku gjendet kjo argjentari, e ndalojnë automjetin dhe nga automjetit dalin të pandehurit Korab Gashi, Bujar Basha dhe Besati Srefi, të shoqëruar me të ndjerin Tukagjen Gashi, që të gjithë pandehurit pra kanë pasur dhe vendosur maska në fytyrë dhe kanë qenë të armatosur. I pandehuri Besati Srefi me një pistolet me shurdhues në njërin dorë SPAT, në dorën tjetër i pandehuri Korab Gashi, në anën tjetër pra i pandehuri Korab Gashi me një pistolet në dorë dhe Tukagjen Gashi me një pistolet në dorë hyjnë në brendit e lokalit Dajkos, derisa i pandehuri Bujar Basha i armatosur me një armë AK-47 pret jashtë objektit në rrugë, kështu që i pandehuri Besati Srefi ka përcen banakun e Argjentarisë duke i drejtuar armën të dëmtuarit Arbet Bytyqi dhe të njëjtën vomë në vomën e pasme të Argjentarisë e neutralizon duke ja lidhur duart e duke i mbajtur gjithmonë në kërcënimin e armës. Kështu pra fillon momenti i grabitjes, pra kur të pandehurit tani futen në Argjentari. Në ndërkohë pas kësaj, pra pastaj Korab Gashi së bashku me Tukagjen Gashin fillojnë të kthyen vitrinat ku kanë qenë të vendosura stolit e arit me shpejtësi të madhe, e mbushen me një thes të bardhë. Gjatë thyrjes së vitrinave, i pandehuri Korab Gashi e lëndon dorën dhe ashtu të maskuar dhe me armë të duar dalin nga lokali me shpejtësi dhe nisën në drejtim ku ishte duke i pritur i pandehuri Bujar Basha, i cili me të parë policinë ka shkrepur disa herë në drejtim të tyre pra me pushkë dhe nga aty pra largohen në drejtim të me pushkë gjysmë automatike dhe nga aty largohen në drejtim të rrugës Abdyl Rama për të vazhduar nga fshati Sopi në drejtim të fshatit Budakov që lidhet me fshatin Jezers të komunës e Ferizajt, ku dalin nga automjeti stolit e grabitura i heqin nga kutit i gjuajnë së bashku me rrobat të cilat i kanë përdorur gjatë grabitjes, i marrin stolit me vete, hipin në dy automjete të tjera dhe në atë mënyrë me automjetin Turan dhe Golf 7 nisën në drejtim të Prishtinës dhe me të arritur aty automjeti Golf 7 dalit në afërsitë e Argjentarisë Baraku dhe prejën e grabitur pra e dorëzojnë në lokalin e Trim Barakut për të fshehur dhe pastaj për të larguar nga aty me qrast nga lokali i Dajkos 2 marrin stoli are në sasi prej 3 kg e 71 gram, duke shkaktuar dëm të pandehurit Tahir Bytyqi në vlerë prej 133.711 euro. Për të i kësaj, pra
këto kanë qenë ata të cilët janë futur brenda në argjentari, pra e kanë ekzekutuar këtë operacion të grabitjes, mirë po kanë pas edhe të tjerë të përfshirë, pra bëhet fjalë sipas aktakuzës gjithmonë, bëhet fjalë për Leutrim Çakollin në këtë rast, i cili prej mesit të muajit nëntor të vitit 2023 e deri në momentin e arrestimit me datë 30/11/2023 me dashje ndihmonte Pandeurin, Bujar Basha, Besarti Strefi dhe Korap Gashin dhe Dukaçin Gashin për kryen e veprës penale të grabitjes, ashtu që jep premtim paraprak se do t'i fshih provat e kryerjes së veprës penale të Pandeurit, ashtu që me datën 25/11/2023 rreth orës 14:13 minuta tek pompa e derivateve Shell në Vragoli, Fushë Kosovë, takohet me të Pandeurin, Dukaçin Gashi dhe Besarti Strefi, të cilëve u ndihmon për t'i kthyer veturat e marra me qira dhe atë veturat Suzuki dhe Turan, të cilat i kishin përdorur gjatë kryerjes së veprës penale të grabitjes, dhe nga aty me automjetet e tij i transporton të Pandeurin, pra Dukaçin Gashi dhe Besarti Strefi në drejtim të panjohur.